Po, sot si jemi, si qëndrojmë 28 nëntore, ne kuptojmë rëndësinë e këtyre datave, kuptojmë vlerën, e kuptojmë përgjegjësinë që mbajmë ndaj kësaj dite? Nëse hymë dhe analizojmë, apo i themi të gjitha viktimat, apo të këqijat i shënojmë një për një, çfarë i ndodhi popullit shqiptar, sot fakt se jemi shumë më mirë, por a duhet sot t'i kemi këto, ta them, mos pajtimen mes vete, a duhet të shkojmë deri në atë shkallë që në vazhdimsi neve disi t'i gjejmë gabimet e tjetrit, apo pak të punojmë e më shumë të flasim që është e kundërta asaj që kishin bërë rilindas.